prezident, mi se jelle? Epja? Ndërsa, ma e sukseshme e muzikës në post të klikime është Linda Morina. Hajde, Lind! Se e Linda? Mirë më ma Lind, mi se jelle? Hajde, epja se ty. Iki i smeti. Nuk o të me mne nga kërë. E deke, mi mro ma miserë. Shke e preta? Zotni Sadriti, e din që unë jam kavaler për parësi femrave, motrave tona, vajzave tona, zonjave tona. Ma spori, para se me fillu me pytet, a e dini arsim se e ku këtu? Je ma i sukseshmi në politikë në post të klikimbe, urime, edhe je ma i sukseshme në post të klikimbe me për muzikë. Faleminderit shumë, një të atërkitje për këta dë. I falenderoj klikusit që më kanë shpallë politikanin ma të sukseshën në vitit, është knesi let ju punojnë gishtat apet, edhe let shpallin prap, për Linden gjithashtu mëriton, ka kënu kong për herojnët, për dëshmort, po shumë më rëndësi dhe për mu. E falenderoj. Linda Morina, arsia pëse të kena aftu e ma sukseshme, ti shka dush me full, a i ke kushtu kong i smetit? Po, i kom kushtu e meriton, ja kë jakush. Meriton. Ja ke ka po për Kosovë jakush? Ja ka po bëllë. Qka kemi propozu të i Lindës për kong? Më thua diçka me ndryshu tekstin diçka. Linda ka nevoj me pas tekstin matë për punon, për ndryshu afirmu shpejt, si çdo këngëtare re në Kosovë, ne dumë shumë këngën, e kemi shpirt, e kemi zemë, edhe është krejt normale, po du që edhe intelektualt, edhe politikan të ri, edhe shkencëtarët, të afirmohen po ashtu si këngëtarët dhe këngëtare, do të ishte një kënaqësi për Kosovën tonë në zhvillim dhe në tranzicionin demokratik. Do thotë gjithë barabartë, ti kemi shansat, të afirmojmë punën, të afirmojmë shkencën, të afirmojmë